Vetëm 48 orë pas humbjes në zgjedhje komunale, kryetari në largim i Leposaviçit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Lulzim Hetemi, ka vendosur të shpallë një konkurs me plot 12 pozita të reja në administratën komunale. Kjo lëvizje e fundit që vjen në prag të dorëzimit të detyrës. Hetemi, i cili në këto zgjedhje mori vetëm 34 vota në një komunë ku lista serbe sigurojnë mbi 70% të mbështetjes, ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se hapja e pozicioneve bëhet sipas nevojave të administratës komunale. Gazeta Jon ka tentuar të marrë një sqarim nga Hetemi për këtë konkurs, por njëjti nuk është lajmëruar. Ndërkohë, në zgjedhjet e fundit të mbajtura në 4 komunat në veri të Kosovës, Leposavić, Zvečan, Mitrovica Vereu dhe Zubin Potok, lista serbe ka dalë fituese me mbi 50% të votave në secilën komunë. Ndërsa në Zvečan, kandidati i PDK-s dhe kryetari në largim Ilir Peci ka marrë vetëm 73 vota. Në Zubin Potok, Izmir Zeqiri i PDK-s mori 190 vota, ndërsa në Mitrovica të Vereut, kandidati vetëvendosjes Erden Ateq arriti të grumbulloj 837 vota.